në këtë kohë kur çmimet çdo ditë rriten në çdo sektor, neve na vije edhe kjo bakshish, nëse mund të them, 16% prej anës së ZRE-s dhe aktorëve tjerë të cilët e kanë mbështet. Thënë të drejtën, gjatë këtyre 2-3 javëve përderisa së bashku me një grup jemi angazhu si qytetarë të shqetësuar që jetojmë në këtë vend për të diskutuar dhe fol ose bërë zhurmë, thënë me zhurmë popullore për këtë temë. Kemi marrë jashtëzakonisht shumë kontakte prej njerëzve, na kanë shkruar me qindra, ndoshta edhe më shumë, duke shprehur shqetësimin e tyre në lidhje me këtë vendim i cili tani më veç është marrë prej anës së ZRE-s. Edhe protesta e parë që ishte të shtunën, edhe protesta e sotme, pjesëmarrja e njerëzve ka qenë kryesisht njerëz familjarë, njerëz të cilët me të vërtetë e dinë pasojën e rritjes së çmimit, e dinë mandej zinxhirin e rritjeve që do të ndodhë në gjitha sektorët. Pra, qytetarët janë mjaft të shqetësuar. Pra, keni pa dhe ju si media, sepse edhe ju keni folë të gjithë, pothuajse gjatë kësaj kohe, dhe me të vërtetë është pa kuptueshme, për të mos thënë edhe pa besueshme, që në këtë kohë të inflacionit, në këtë kohë të krizës, në këtë kohë kur çmimet çdo ditë rriten në çdo sektor, neve na vije edhe kjo bakshish, nëse mund të them, 16% prej anës së ZRE-s dhe aktorëve tjerë të cilët e kanë mbështet, pra siç është Ministria e... Qysh e keni prit shifrën që është parapri kur i ka qit diskutimin publik, ZRE-a thoj ke po folët për 15% rritje, në fund përkundër protestave, komenteve, refuzimeve, se di dikur që ka thonë mirë është, çka jeni të bo? Ata shkojnë me vendim për 16%, 1% ma shumë. Në fakt është prit gjithçka, sepse ne që nga ky propozim dhe bërja publike dhe provokimi një debatit përgjithshëm për këtë temë, kemi pa një arrogancë të paparë të njerëzve brenda ZRE-s, duke filluar që nga zoti Feyzullahu, apo se e ka mbermen i kërkoj falje se ta shkeq, dhe aktorëve të tjerë, të cilët kanë filluar që nga, duke na thënë blejeni ku të doni, e tjera, pra disi kjo na ka dhënë të kuptojmë që aty as që e kanë me interes t'i dëgjojnë shqetësimet e atyre të cilët janë grupe interesi dhe të qytetarëve. Pra, absolutisht nuk jemi të befasuar për këtij vendimi që është bë 16%, ka mundur të jetë edhe më e madhe, sepse po shihet qartë që ajo zyrë është bërë mjet në duart e Kecit dhe Keskos, pasi që ata nas edhe një formë të vetme, pra duke filluar që nga mënyra se si e kanë bërë diskutimin publik, konsultimet, se si e kanë bërë mandej thirrjen për dërgimin e komenteve dhe çdo gjë tjetër, kjo ka tregu që ajo është bërë vetëm sa për të thënë që është bërë, pra është bërë në mënyrë formale dhe është anashkaluar në tërësi interesi i qytetarëve në këtë rast, diskutimi me ta, dhe është vërtet për të çuditur sepse ata na përfaqësojnë ne aty, ata janë zyrtarë që të paguhen për taksave tona dhe prandaj kjo na ka bërë si qytetarë të shqetësohem dhe të protestojmë dhe nuk do të ndalemi duke protestuar.